Perandoria mongole. Një barbari e madhe mbërtheu dhe tronditi botën. Mongolët e etur për gjake dhe të prirur për shkatërimin ishin autorët e miliona masakrave. Po kush ishin ata? Si lindi kjo perandori që e friksoi botën? Zanafillën e kanë tek një njeri i quajtur Genghis Khan, i lindur te muin 1162, 18 gusht 1227, në Mongolinë e sotme, ishte themeluesi i perandorisë mongole, e cila u bë nga perandoritë më të mëdha në histori pas vdekjes së tij. Ai erdhi në pushtet duke bashkuar shumë prej fiseve nomade të Azis Verilindore. Pasi themeloi perandorinë, edhe u shpall Genghis Khan. Ai u kap disa herë rob, mbas shumë peripecish arriti të shpëtonte. Genghis Khani nisi një luftë brenda fiseve mongole dhe pasi u fuqizua, ai bashkoi të gjitha fiset mongole. Nën Genghis Khan, perandoria mongole u rrit për të përfshirë Azinë qendrore, pjesë të lindjes mesme dhe lindje në kufit e Kadishullit korean. Zemrat e zemrës së Indisë dhe Kinës, së bashku me mbretërinë Goryeo të Koresë, mbajtën për herë të fundit mongolët. Në 1227, Genghis Khan vdiq, duke lënë perandorinë e tij të ndarë në 4 khanates, që do të sundoheshin nga bijtë dhe nipërit e tij. Këta ishin Khanat e Hordisë së Artë në Rusi dhe në Evropën lindore, Ilkhanat në lindjen e mesme, Kagatai Khanate në Azinë qendrore dhe Khanate e Khanit të Madh në Mongoli, Kinë dhe Azinë lindore. Genocidi shkatërrues mbi muslimanët. Genghis Khani ishte njëri nga luftëtarët më kriminal që njeh historia. Ai ndërmori genocidin shkatërrues mbi muslimanët. Genocidi i tij vazhdoi për disa dekada. Muslimanët u vranë në mënyrën më brutale, gratë u përdhunuan dhe fëmijët u torturuan. Mbi 5 milion musliman u vranë nga Genghis Khan. Historia këtë e ka shënuar si genocidin më të keq, i cili ka derdhur gjakun e miliona njerëzve të pafajshëm. Qytet pas qyteti, muslimanët pastroheshin dhe vriteshin. Më shumë se 5 milion musliman u vranë nga Genghis Khan dhe ushtria e tij kur sulmuan të 3 qytetet njëri pas tjetrit. Ato qytete ishin Nishapuri, numri të vdekurve 1.747.000 persona. Bagdati, numri të vdekurve 1.600.000 persona dhe Herati, numri të vdekurve 1.600.000 persona. Qytetet dhe komunitetet si Belli, Khiva dhe Harani komplet u shkatëruan. Ta ushtar vrisnin muslimanët sikurse që njerëzit shkelin mbi milingonat. Lumi Tigër dhe Ufrat u bë i kuq si gjaku. Aq shumë gjak kishte gjithandej, sa që lumenjtë e Tigrit dhe Ufratit, të cilët sillnin ujë për popullsinë e atyre vendeve, tani më po sillnin gjak të kuq. Për 40 vite, Genghis Khani dhe ushtria e tij vazhduan genocidin kundër muslimanëve. Qyteti i bukur i Bagdadit ishte pothuajse i shkatëruar, bibliotekat të mbushura plot me libra dhe dituri ishin bërë hi. Ndërtesat e ndërtuara me mjeshtri që më parë u përdornin për tregti dhe arsim, tani përdoreshin për masakra kundër muslimanëve. Genocidi kundër muslimanëve quhet sot si Holokausti mongolo-tartar. Genghis Khani dhe ushtria e tij pothuajse pushtuan botën muslimane. Muslimanët në anën tjetër ishin të përçarë, duke luftuar ndërmjet njëri tjetrit. Monarku musliman, Khawarizmi, ishte lider i dobët, mirëpo as kalif Abbasid Mutesimi nuk i ofroi dot ndihmë sepse ishte i lumtur që do binte perandoria e shahve. Liderët materialistë dhe të korruptuar musliman ishin arsyet pse humbën muslimanët në betejat me mongolët. Khawarizmi nuk kishte asnjë shans të qëndronte vetë përballë mongolëve dhe kalifi u arratis pasi e kuptoi se nuk do të mund t'u bënte ballë. Kjo gjendje patetike e liderëve muslimanë atë kohë çoi në rënien e vendeve muslimane dhe çoi në një genocid ndaj miliona njerëzve. Genocidi filloi me 1218, kur mongolët filluan t'i spastrojnë muslimanët. Muslimanët ishin tepër të friksuar nga mongolët, ku një mongol i vetëm ishte në gjendje të vriste 100 burra. Shpejt pas saj, mongolët që në gjendje që të sulmonin Azinë qendrore, Persin, Gjirin, Dehlin, Budapestin dhe Kievin edhe Hungari. Por mongolët nuk vrisnin vetëm musliman,
por edhe të krishterë. Giovanni de Plano Carpini, i dërguari i papës në Kanin e Madh mongol, udhtoi nëpër Kiev në shkurt të vitit 1246 dhe shkroi: ata mongolët sulmuan në Rusin, ku ata bën kërdit të madhe, duke shkatëruar qytete dhe fortesa dhe therrnin bura, dhe ata rrethuan Kievin. Pasi kishin rrethuar qytetin për një kohë të gjatë, e morën dhe i vranë banorët. Kur po udhtonin nëpër atë vend, arritëm nëpër kafkat panumërta dhe kockat të njerëzve të vdekur nëpër tokë. Kievi ishte një qytet shumë i madh dhe i trashëguar, por tani është zvogluar pothuajse në asgjë, sepse atje në kohën e tanishme ka 200 shtëpi të pakta dhe banorët të mbahen në skllavëri të plotë. Alaku Khan, nipi i Xhengis Khanit. Sidoqoftë, gjërat ndryshuan më vonë. Nipi i Xhengis Khanit, Alaku, kishte shkatëruar Bagdadin, ndërsa nipi i tij, Bereku, konvertohet në Islam dhe u ngrit në luftë në mbrojtje për muslimanët. Ai ishte njëri prej shkaqeve që gjyshi i tij të humbte betejën e Ain Xhalutit, që ndodhi në vitin 1260. Më vonë imposhti ushtrinë e Alakut në rajonin e Kaukazit. Gjendja e muslimanëve ndryshoi fal konvertimit të Barekut në Islam, edhe konvertimi i tij ishte fal disa tregtarëve anonim, të cilët i prezantuan atij Islamin. Pas kësaj, Islami u përhap drejt Rusisë dhe Europës lindore. Shpata e Fes, Muzafer el-Qudsi. Në historinë e mongolëve dhe tartarëve, nuk mund të harrohet pa u përmendur sklavi që u bë sultan musliman dhe i luftoi ata. Ai ishte Saif ad-Din Muzafer el-Qudsi. Ai ishte me prejardhje turke, u kap rob nga mongolët gjatë rënies së dinastisë së Kuarizmit në vitin 1231. Ai u dërgua në Damask të Siris, ku ju shit një tregtar i sklevërish egjiptian, i cili më pas e shiti atë në Aibak. I shitur për sklav në Egjipt, ai më pas luftoi derisa u bë sultan për më shumë se 20 vjet. Ai ishte i shquar në mposhtjen e kryzatës së 7, që pushtoi Egjiptin në vitin 1249-1250. Kur Egjipti u kërcënua nga mongolët në vitin 1259, ai mori udhëheqjen ushtarake dhe më pas e rrëzoi sultanin 15 vjeçarin Sultan Al-Mansur Ali. Qendrat e fuqisë islame në Siri dhe Bagdad u pushtuan nga mongolët edhe qendra e perandorisë islame u transferua në Egjipt, e cila u bë objekti i tyre i arshëm. Qutuz udhëzoqi një ushtri egjiptiane të mamlukëve në veri për të ballafaquar me mongolët, duke bërë një pakt me armikun e gjatë të Egjiptit, kryqëtarët e kryqëzatave, derisa të mbaronte lufta me mongolët. Beteja e Ain Xhalutit u zhvillua më 6 nëntor 1260 në Galile juglindore mes ushtrisë egjiptiane mamluke dhe mongolëve. Mongolët u mposhtën shumë rënd nga forca e Qudzit, në atë që është konsideruar si një nga pikat kthese të historisë në triumfin e muslimanëve. Kutuz u vra më pas nga një udhëheqës i mamlukëve, Bajbarsi, në udhëtimin fitues të kthimit për në Kairo. Megjithse mbretërimi i Kutuzit ishte i shkurtër, ai ishte një nga sultanët më të popularizuar të mamlukut në botën islame dhe mban një pozitë të lartë në historinë islame. Për të do të flasim më gjerë në një shkrim tjetër. Në fund, princi Tugluk, një islami. Arshadud Din ishte një klerik musliman. Ai u bë shkak që të konvertohet në islam princi mongol Tuglukit. Në atë kohë, muslimanët nuk trajtoheshin më mirë se sa kafshët. Tugluki i tha se një qen ishte më me vlerë më shumë se sa një persian. Kleriku ju përgjigj me një fjalë të urtë që përmbante shumë kuptime brenda. Po, të mos kishim besimin e vërtet, ne do t'ishim më keq se qen, duke ju referuar besimit budist edhe masakrave të tyre. Menjëherë Tugluk e urdhëroi klerikun t'i shpjegonte besimin e vërtet, kështu që Tugluk u mësoi islamin. Pas kësaj, Tugluku përqafoi islamin, edhe bashkë me të 160.000 njerëz brenda ditës. Ky veprim rezultoi që shumë të tjerë të bënin të njëjtën gjë, megjithse popullata e përgjithshme e rajonit ishte më ngadalshme në konvertim. Në fakt, ishte karakteri muslimanëve prijës apo klerik që i quan muslimanët herë drejt prosperitetit dhe herë drejt shkatrimit. Muslimanët duhet t'i qëndrojnë mësimeve të islamit. Materializmi, korrupsioni dhe besimi i ndodhur me risi edhe i devijuar
quan drejt shkatërrimeve dhe nuk kishte rëndësi sa ishte numri i muslimanëve, sepse ata ishin të dobësuar dhe të përçarë. Kur muslimanët i pastruan vetet e tyre me imam të pastër, që në gjendje që të ngriheshin përsëri. Ky është një mësim për çdo musliman. Çdo ngjarje historike na jep mësime dhe kjo ngjarje në vetveten e saj përfshin shumë leksione për ne, për të cilat secili prej jush mund të meditojë rreth tyre. Allahu i udhëzoft të gjithë muslimanët në rrugën e saktë edhe na i ruajt ata nga çdo e keqe. Rënja e mongolëve. Në vitin 1335, mongolët humbën kontrollin e Persisë. Vdekja e zezë përfshiu të gjithë Azinë qendrore përgjatë rrugëve tregtare mongol, duke përfshirë qytete të tëra. Goryeo Korea hodhi jashtë mongolët në 1350-ën. Deri në vitin 1369, Hordia e Artë kishte humbur Bielorusinë dhe Ukrainën në perëndim. Ndërkohë, Çagataj Khanate u shpërbë dhe kryekomandantët vendor hynë për të mbushur boshllëkun. Perandoria mongole ishte e mbushur me trazira të brendshme dhe me luftë civile, pavarësisht nga sundimi i mbetur i lidhur ngushtë me gjakun e Khanit origjinal. Megjithatë, perandoria arriti të vazhdojë të zgjerohet për gati 160 vjet përpara rënies së saj, duke ruajtur sundimin në Mongoli deri në fund të viteve 1600. Pasardhësit e Genghis Khan vazhduan të sundonin në Mongoli deri në vitin 1635, kur ata u mposhtën nga Manchi. Sidoqoftë, sfera e tyre e madhe, perandoria më e madhe e tokës në botë, ra në shekullin e 14, pas më pak se 150 vjetësh në ekzistencë. Në skenë, po lindte një tjetër perandori, ajo osmane.